Ishte ditë Bajrami, xhamia ishte e mbushur, besimtarët prisnin përfundimin e ligjëratës dhe familjet kishin përgatitur sofrat e festës. Por atë ditë, në shalën e Bajgorës, Bajrami nuk do të festohej si zakonisht. Në mes të ligjëratës në xhaminë e Bares mbërriti një lajm trondetës. Forcat serbo-qetnike dhe komuniste të shoqëruara sipas rrëfimeve edhe nga një brigadë bullgare po lëviznin drejt shalës. Banorët druheshin se fshatrat e tyre mund të përballeshin me një masakër. Përpara xhamatit që priste fjalën e tij, qëndronte Mulla Mustaf Fazliu Barja. Ai nuk ishte vetëm hoxh, ishte dietar, mësues dhe një burr që besonte se mbrojtja e vendit ishte detyrë po aq i shenjtë sa dhe fjala që predikonte. Mulla Mustafa e ndërpreu ligjëratën dhe ju drejtua njerëzve. Sot është ditë Bajrami, por drekën nuk do të ham në për shtëpitë tona. Kush ka armë, le të nisë drejt Picelit të Bajgorës. Kur të mbrojmë vendin dhe ta largojmë rrezikun, atëherë do të kthehemi për të festuar. Pastaj thuhet se shqiptoi thirrjen që do të mbaj mend gjatë në shalë. Kush i thot vetës shqiptar, le të vi pas meje. Brenda pak qastesh, festa u kthye në mobilizim. Burrat lanë sofrat, përshëndetën familjet dhe u nisën drejt pozicioneve. Në krye të tyre ishte hoxha që vetëm pak minuta më parë kishte qëndruar para tyre me petkun e dietarit. Tani ai po i printe popullit të tij drejt mbrojtjes së shalës. Sipas rrëfimeve të përcjella për këtë ngjarje, mobilizimi i shpejt i banorëve pengoi depërtimin e forcave kundërshtare dhe shpëtoi krahinën nga një tragjedi e mundshme. Por atvetaria e Mulla Mustafës nuk përfundoi atë ditë. Ai kishte lindur më 1880 në vidishiq të shalës së Bajgorës. Pasi kreu me Itepin dhe medresen Isabeg në Mitrovic, u bë i njohur për dijen fetare dhe njohjen e gjuhave arabe, turke e persiane. Kur pushteti komunist kufizoi arsimin fetar, ai e shndroi odën e tij në një shkollë të fshehtë. Aty u mësoi brezave të rinj duke rrezikuar të përballej me ndëshkimin e regjimit. Ai fliste hapur edhe kundër komunizmit. Një dokument i organeve të punëve të brendshme të vitit 1952 e rëndiste atë ndër kundërshtarët e pushtetit, pikërisht sepse kishte bërë thirrje për t'u kundërvënë sistemit komunist. Kur gjatë viteve 50 shumë shqiptar po largoheshin drejt Turqisë, Mulla Mustafa u bë një nga kundërshtarët më të vendosur të shpërnguljes. Njerëzve që e pyesnin nëse duhej të largoheshin, ai u përgjigjej. Derisa të jetë vetëm një shqiptar në Kosovë, unë do të qëndroj këtu. Vetëm kur të mos ketë mbetur askush, atëherë do të shkoj edhe unë. Autoriteti i tij ndikoi që pothuajse asnjë familje nga shala e Bajgorës të mos e braktiste vendin. Mulla Mustafa Fazliu vdiq në vitin 1968. Por emri i tij nuk u harrua. Në Mitrovic një xhami sot mban emrin e tij, sepse ai nuk ishte vetëm hoxha që ndërpreu festën e Bajramit. Ishte dietari që e hapi odën kur shkollat u mbyllën, shqiptari që kundërshtoi shpërnguljen dhe prijesi që në qastin e rrezikut nuk u fsheh pas tjerëve. Ai doli përpara njerëzve dhe u tha: "Ejani pas meje."